Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ilir Rusi, deklaroi në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale se ka një ndërgjegjësim të shtuar për nevojën e rritjes së sigurisë në institucionet e drejtësisë, duke bërë të ditur se është realizuar një analizë e thelluar për të gjitha godinat ku ushtrohen funksionet gjyqësore, si dhe për godinat e zyrave të shërbimit. Sipas tij, të gjitha godinat kanë nevojë për përmirësim të elementeve të sigurisë, duke nisur nga gjykatat në Tiranë, përfshirë gjykatën e lartë, gjykatën e apelit dhe gjykatën administrative, ndërsa shton se janë evidentuar nevoja të theksuara edhe në gjykatat e Lezhës, Fierit, Kukësit, Sarandës dhe Beratit. Gjithashtu, kreu i Këshillit të Lartë Gjyqësor vuri në tukje se aktualisht gjyqtarët, prokurorët dhe personeli lëvizin në të njëjtat korridore, çka përbën problem sigurie. Grupi i punës e përfundoi imtarinë vet në fund të muajit mars. Është mbledhur disa herë, ka bërë një analizë të aktualitetit në gjykata dhe të sigurisë, dhe në vijim do të përfundoj procesin e saj duke hartuar një plan strategjik dhe një plan veprimi. Ajo që duhet theksuar është që ka një ndërgjegje të shtuar të diqë përfaqësuesit të institucioneve, sepse vërtet në këto momente është marrë seriozisht pjesa e sigurisë në gjykata dhe mbledhet bëhen pranë Këshillit Gjyqësor, duke patur edhe ju e theksuat faktin që ne jemi ata që iniciojmë një proces të tillë. Për sa i përket vlerësimit 2 vjeçar të fundit, po, edhe për shkak të procesorit që kemi dërguar në gjykata, kemi marrë një analizë të thelluar, jo sintetike, të gjitha godinave në të cilat ushtrohet funksionit gjykatat e sotme. Pra për të mendime, po edhe ato godina në të cilat janë zyra shërbimi, sepse do të thënë pjesëartës janë zyrat e shërbimit dhe janë shumë të rëndësishme se ato, sepse jo të gjithë qytetarët shkojnë te godinat ku ushtrohet funksioni i gjykatave, sepse vijnë ata të cilët kanë procese gjyqësore, veprimtaria administrative kryen te zyrat e shërbimit dhe theksova faktin, por duhet ta theksoj tani. Të gjitha godinat kanë nevojë. Por nevojat më të shumta janë te godinat e gjykatave që ushtrohet funksioni i tyre në Tiranë, të cilat janë të nivelit të parë, që nga gjykata e lartë, 3 gjykatat e apelit, njëkohësisht edhe 3 gjykatat e shkallës para sipas jurisdiksioneve përkatëse, i përgjithshëm administrativ dhe i posaçëm. Ka gjykata në rrethe që janë vërtet në nevojë, po janë në nevojë. Lezhë për shembull, është në nevojë, Kuksi është në nevojë, Fieri, Saranda është në nevojë, Berati është në nevojë. Dhe do të thënë që edhe për solemnitet, edhe nuk mund të arrihet, sepse gjyqtari, prokurori, avukati, nënpunësi, qytetari, punojësi i policisë dhe të tjerë, të gjithë janë në një korridor. Këshilli i Lartë Gjyqësor evidentoi se në të gjitha gjykatat ka nevojë për përmirësim të infrastrukturës dhe për shtim të efektivëve të sigurisë në këto godina.